Një përshëndetje ngrohtë për fëmijët në ditën e 1 qershorit. Gëzuar 1 qershorin, fëmijë të dashur, kudo që jeni. Sot është dita e ëmbël dhe veçantë e fëmijëve. Një ditë që i kushtohet gëzimit dhe shpresës, që mbartin në zemrat tuaja të pafajshme. Sot festojmë buzëqeshjen tuaj të shëndetshme dhe sytë tuaj që shkëlqejnë plot kurreshje për botën. Le të jetë kjo një ditë, një kujtesë për të gjithë ne, të rriturit, se fëmia është thesari më i çmuar i jetës dhe përgjegjësia më e madhe për ta ruajtur dhe mbrojtur. Kur shohim fëmijët tanë që luajnë, që ndërrojnë, që qesin me zemër, kuptojmë se jeta është më e bukur kur shikojmë me sytë e tyre. Ju fëmijët jeni shpresa jonë më e madhe. Ju jeni gëzimi i sotëm dhe ardhmja e ndritur që po e ndërtojmë bashkë. Kjo ditë është për ju, por për të na kujtuar se çdo fëmijë ka të drejtë të jetojë i lumtur, i dashur dhe i sigurt. Në këtë ditë të veçantë duhet t'ju kujtoj sa të veçanta dhe të vlefshëm jeni secili prej jush. Ju jeni si lulet e një kopshti të gjerë ku secila lule ka ngjyrat dhe aromën e saj të veçantë. Mos lejoni kurrë që dikush t'ju thotë se nuk jeni të mjaftueshëm apo se nuk mundeni. Ju jeni të mrekullueshëm dhe keni fuqinë për të bërë gjëra të mëdha. Është vërtet që bota shpesh është e vështirë dhe plot sfida, por ne besojmë tek ju, tek ëndra dhe guximi juaj. Ne dimë se jeni të aftë të sillni ndryshimin, të sillni paqe, të krijoni botën që meritoni. Mos ndaloni kurrë së ndërruari, sepse ëndrat janë si yjet që ndriçojnë errësirën e natës dhe ju japin rrugën për të ecur përpara. Kujtojeni gjithmonë se fëmijëria është një mrekulli. Është ajo periudhë e jetës ku bota duket magjike, e çdo ditë sjell diçka të re, për të mësuar, për të përjetuar. Ruajeni këtë magji në zemrat tuaja, sepse do t'ju jap forcë e do bëni më të rritur. Mos keni frikë se jeni kurioze, bëni pyetje, kërkoni përgjigje. Të mësosh është një aventurë që zgjat gjithë jetën dhe fillon pikërisht me dëshirën për të ditur sa më shumë. E në këtë 1 qershor, le ta kujtojmë së bashku se çdo fëmijë ka të drejtë për dashuri dhe kujdes, ka të drejtë të rritet i mbrojtur nga dhuna dhe padrejtësia, i rrethuar nga dashuria e familjes së shoqërisë. Ne, të rriturit, kemi detyrimin të sigurojmë që kjo të jetë e mundur. Është detyra jonë të ndërtojmë një botë ku askush mos mbetet pas, ku çdo fëmijë të ketë mundësi për të qenë i lumtur dhe për të realizuar ëndrat e veta. E për ju fëmijë të dashur, kjo ditë është për të festuar. Është dita juaj për të luajtur, për të qeshur, për të ndërruar pa frikë. Le të ndriçojë kjo festë me ngjyrat e ylberit dhe me këngët e gëzueshme që flasin për dashuri dhe miqësi. Le të jetë një ditë ku ndjeni të lirë dhe të mbështetur, ku e dini se të gjithë ju duan dhe ju respektojnë. Kur shohim sytë tuaj të lumtur, ne kuptojmë se ka gjithmonë shpresë për botën. Ju jeni ata që do ta bëni botën më të mirë, më të drejtë, më të bukur. Ju jeni ëndra e prindërve tuaj dhe drita e syve të tyre. Ju jeni buzëqeshja e gjyshërve dhe shpresa e të gjithë kombit tonë. Në këtë ditë, duhet ju them, mos harroni kurrë, se çdo ëndër e vogël ka vlerë. Mos keni frikë të jeni vetvetja. Besoni tek zemra juaj e vogël dhe te forca që keni brenda vetes, se çdo pengesë që mund të hasni, mund të kapërcehet me guxim dhe mendimin e prindëve e të atyre që ju duan. Ne dimë se fëmijët janë si farat e një peme, që mbyllen një tokë të mirë me dashuri, kujdes, rriten e lulëzojnë, e kur lulëzojnë zbukurojnë gjithë botën rreth tyre. Prandaj këtë ditë ne ju premtojmë se do bëjmë gjithçka që është e mundur për t'u dhënë mundësinë të rriteni të shëndetshëm, të sigurt e të lumtur. Fëmijët tanë janë të gjithë të ndryshëm, por kjo është ajo që e bën botën kaq të pasur e të larmishme. Disa prej jush janë të turpshëm, disa të guximshëm, disa të qetë e disa plot energji. Të gjithë jeni të mrekullueshëm në mënyrën tuaj të veçantë. Ju jeni një mozaik i gjallë i njerëzimit e do të jeni ata që shndrojnë këtë botë në një vend më të mirë. Ndërsa rriteni, do të mësoni shumë gjëra, do të mësoni për historinë e vendit tuaj, për kulturën dhe traditat që na lidhin të gjithëve. Do të mësoni për njerëzit që erdhën para jush e për sfidat që ata ka përcyen. Mësoni nga kjo histori, por gjithmonë kujtoni se jeni të lirë të ndërtoni të ardhmen tuaj, ashtu siç e ndërroni ju. Në fund, duhet t'ju them një fjalë të vogël, por shumë të fuqishme. Faleminderit. Faleminderit që na bëni të besojmë tek nesërmja. Faleminderit që na kujtoni çdo ditë
rëndësinë e dashurisë të kujdesit. Faleminderit që jeni këtu, që i sillni botës gjitha të dritë e ngrohtësi që vetëm fëmijët dinë t'ia japin. E le të jetë kjo ditë e 1 qershorit, një festë e madhe për gjithë fëmijët. Uroj me gjithë zemër që buzëqeshja juaj mos shuhet kurrë, që të jetoni një botë plot dashuri e mundësi e që të rriteni të fortë, të mençur e të lumtur. Gëzuar pra ditën tuaj, fëmijë të dashur, gëzuar 1 qershore.